Kryeministri Edi Rama njoftoi sot hapjen e aplikimeve për skemën kombëtare të mbështetjes 2026, një program që synon të mbështesë fermerët në të gjithë vendin përmes 12 masave financiare, duke nxitur prodhimin vendas, formalizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë shqiptare. Në një postim në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur se aplikimet nisin sot dhe kryen online përmes platformës e-Albania ose në Agropika që i gjenden në çdo bashki. Skema kombëtare e mbështetjes përfshin 9 masa direkte dhe 3 masa investimi, u shpreh Rama. Konkretisht, masat direkte të mbështetjes janë për tufën bazë të matrikuluar të gjedhit, tufën bazë të matrikuluar të imtave, mbarështimin e bletarisë, tufën bazë të matrikuluar për derra, kontrollin biologjik të dëmtuesve në sera dhe tunele plastike, fermat organike, implementim dhe certifikim global GAP, mbështetje për sipërfaqet e mbjella, ripopullimi i peshkimit në ujërat e brendshëm. Ndërkohë, masat e investimit përfshin mbështetje për fermerët e rinj, ndërtim dhe rekonstruksion stanësh dhe pajisje, makineri dhe mjete për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës. Skema kombëtare për vitin 2026 është hartuar pas konsultimeve dhe dëgjesave me fermerë në të gjithë vendin dhe kombinon pagesa direkte me grantet për investim. Fondi total i saj arrin në 5.2 miliard lek, ndërsa synimi kryesor është përfshirja e një numri më të madh të fermave të vogla përmes uljes së pragjeve minimale të përfitimit dhe rritjes së mbështetjes financiare. Në sektorin e blegtorisë, mbështetja për tufën bazë të matrikuluar të gjedhit rritet në 12.000 lek për krerë, ndërsa numri minimal i tufës ulet nga 10 në 5 krerë. Për të imtat, financimi rritet në 1.500 lek për krerë dhe pragu minimal zbret nga 100 në 50 krerë. Për herë të parë, skema do të financojë edhe tufën bazë të matrikuluar të dosave dhe ose paradosave me 7.000 lek për krerë, për fermerë që kanë të paktën 5 krerë. Mbështetje më të lartë do të përfitojë edhe sektori bletarisë, ku financimi rritet në 20.000 lek për zgjua dhe kriteri minimal ulet nga 50 në 25 koshere. Një nga risitë e këtij viti është edhe pagesa direkte për sipërfaqet e mbjella. Fermerët që kanë mbi 3 hektar tokë të mbjellë do të përfitojnë 10.000 lek për hektar për të gjitha kulturat bujqësore. Një tjetër komponent i skemës lidhet me formalizimin e tregut, ku fermerët do të përfitojnë kompensim prej 10% të vlerës së autofaturës për produktet bujqësore dhe blegtorale të shitura, në rastet kur pajisen me faturë nga grumbulluesit ose agroturizmat.